Eliona dhe Benita përfshihen në një debat shumë të ashpër brenda shtëpisë së Big Brother, dhe tensioni mes tyre bëhet i dukshëm për të gjithë banorët. Eliona nuk kursehet dhe i afrohet Benitës me një ton të lartë dhe të fortë, duke i thënë që të mbyll gojen. Ajo e akuzon Benitën se është vajza më e keqe, duke e përshkruar atë si dikë që nuk respekton askënd dhe që sillet në mënyrë të papërshtatshme brenda shtëpisë. Fjalët e Elionës janë të drejtpërdrejta dhe të ashpra, duke nënkuptuar se ajo nuk i pranon gënjeshtrat dhe sjelljet e Benitës. Ajo thekson se Benita është e shpifur dhe se shpesh përpiqet të përhapë gjëra të rreme për të tjerët, duke krijuar kaos dhe duke bërë skena të kota brenda shtëpisë. Debati bëhet edhe më dramatik kur të dyja fillojnë të përplasin mendimet e tyre dhe publiku vëre tensionin e madh që po rritet gradualisht. Banorët e tjerë i shikojnë nga larg dhe disa përpiqen të ndërhyjnë për ta qetësuar situatën, ndërsa të tjerët mbeten të habitur dhe të intriguar nga fjalët e ashpra dhe mënyra se si po shfaqen emocionet. Secili moment bëhet më dramatik se tjetri dhe çdo gjest apo reagim nga Benita dhe Eliona duket se shton tensionin. Eliona vazhdon të përsëris fjalët e saj, duke thënë se Benita nuk është vajza e duhura për të qëndruar aty dhe se veprimet e saj janë të dëmshme për dinamikën e grupit. Ajo e kritikon Benitën për çdo gjest, çdo koment dhe çdo qëndrim të saj, duke e bërë debatin të duket si një betejë vërtet emocionale brenda shtëpisë. Benita përpiqet të përgjigjet, por fjalët e Elionës janë të forta dhe të drejtpërdrejta, duke e lënë atë të ndjehet e sulmuar dhe e acaruar. Atmosfera bëhet gjithnjë e më tensionuar dhe banorët fillojnë të diskutojnë mes tyre për atë që po ndodh, duke e bërë situatën edhe më të përfolur dhe dramatike. Në këtë debat, emocionet dhe tensioni marrin kontrollin, dhe çdo minutë duket se shton dramatikën. Fjalët e ashpra të Elionës dhe reagimet e Benitës krijojnë një situatë ku të gjithë banorët